Allahu Gjeleshanu është i mëshirshëm. Sa që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjeleshanu për ta kuptuar, e ndau mëshirën e tij në 100 pjesë. Një pjesë të saj e dërgoi në tokë. Dhe me këtë një pjesë të mëshirës së Allahu Gjeleshanuhu, do të shikosh se si mëshirohen gjallësat me njëra tjetrën. Do të shikosh se si kafsha e egër do të ngrej këmbën e saj lartë, sepse ka frikë mos shkel të voglin e saj. Ka mëshirë edhe kafsha, ka mëshirë edhe egërsira, nga kjo një pjesë e mëshirës që Allahu Gjeleshanuhu ka zbritur në tokë. Ndërkohë tha profeti alayhi salatu vesselam, 99 pjesë të mëshirës së tij do të mbesë për ditën e gjykimit, ku Allahu Gjeleshanuhu do të falë të gjithë ata të cilët së paku në zemrën e tyre kanë një grimtë të besimit që dëshmojnë la ilaha illallah.